ka si shepitja në pillë. Te kënaqet shpirti. Kur vjen njeriu në moshë të pleqërisë, gjithmonë kefin e ka të dalin në pillë. Oksigjen, hecja, të bën mirë për jetën, për shëndetin. Është shumë të rëndësishme për mua. Pastaj për ju, unë ju them që këtu është më mirë. Tani, unë faktikisht dalë nga pili që të qfrin nevrat. Vajta një di javë që me ka ikur truri. Në vend këtu, të këndoja Jorgjica, vi u ras. Të zje me elpinikin e shtëpi, në mirë tem jo dhe vje bertas këte nga pili. Një jetë e tërë. Me zogë të madhë, me zogë të vogël, ka marrë pjesë në qindra gëzime, festa, ditëlindje, dasma, fotografi, Jorgjica zogu këtu, zogu atje, edhe në hiderime, ku nuk kam vajto. Po vjen një moment që kjo bota e re digitale, që quhet teknologjia, jam bërë të tërë me celular, i ketë të tërë, fotografi. Shiko qelin, shiko djelin, shiko bithën, por duhet kuptuar që profesionisti është profesionist, si që është Jorgjica. Megjithatë, nuk është kjo që dua të ndaj me ju. Unë kam 4 fëmijë, 3 vajza dhe 1 djalë. Djalin ma quajnë Hari, është i vetmi që jeton këtu në Tiranë. Nuk jeton me mua, dhe elpinikin është në shtëpin me vete. Vajzat i kam, 2 në Kanada, 1 kam në Amerikë. Janë mirë, për mrekulli. Mendon gjithmonë që një ditë të bukur pasi e bëhet prind pret të bësh gjish. Dhe për fatin e mirë, të 3 vajzat më kanë bërë 7 herë gjish. Është një mrekulli. Me merr malli, po i kam larg. Dhe sit edhe unë elpiniki të kthjera nga Hari. Ore Hari, do martohesh, të bësh një fëmijë, një djalë, një vajzë, të përgatitem dhe ne. U martua Hari. U martua dhe gjë e parë që beri doli nga shtëpia. Ne nuk mund të jetojmë dot me ju. Dakord i thash, dilni në punën tuaj. Prit 1 vit, prit 2 vjet që Hari ta shkrepte, ta bente bam. Hari, tu bevde babaj, dhe për mua dhe për të tem. Po një djalë, një vajzë. Nuk është nusja gati akoma babi. Po qa ka që s'është gati? Të 2 veglat në rregull i keni, që kjo? Babi mos u bëj ignorant. Do t'jetë e përgatitur dhe shpirtërisht. Po qaj mungon për shpirtërisht? Shtëpi po, punë po, para po, të gjitha nuk mungon gjë. Nuk donë. U mërzita. I thash dhe elpinikit më tha, shpun këtita janë punë të tire. Në fund të fundit të ta ka ndërtuar shtëpinë e tire dhe kështu që mos i ngatro fëmijët, mos u merr me ta. E lash. Një ditë të bukur në mbrëmje bëhet celulari në shtëpi. Ishte Hari. Babi, po i thash. U bëm me djalë. Si me djalë? Nga e bet djalin, nusja s'ka qenë asnjë ditë me barë. Babi, mos u bëj ignorant. Shikoj djalin, hape me video. E hapa, më tregon një si mace me lesh. Që është të i thash? Kita është rokita. Është djali jonë. E kemi të dita. E morëm në fundal dhe ki do jetë banori me i ri shtëpisë. Po ne presim të beni fëmiju në nxili qeni thash, or jene vete, apo s'jene vete. Te lute babita se po dëgjoj nusja preket shumë, e do shumë qeni. I thash elpinikit, u bëm me nip. Qa nipi më? Hari me nusën kanë bler një qen. Po nuk i thonë qen, e trasin Rocky. Jo po Balboa, jo po nuk mirë që nuk ja vun emrin Stallone. Unë s'kisha dëgjuar deri atere, që ti thotë nusja e djalit, dhe djalit i thonë qenit djali im, biri im, quni babit, puthe babin, puthe mami, zemrata. Ku fle kita? Fle me neta në krevat, or jeni që mendur, si do fli qeni në krevatin ta, ma jeni në vete, të lutem ta, se kita është bërë si njeri shtëpi e babi, mos ngel ignorant, jede perfekcionist me fotografi, ku që menda? Beni që doni tash, të lutem tek mua, as elpiniki, nuk e donte. U mërzita, po prind në fundit gjish, doje të besha. Një ditë sa i në shtëpi më thot elpiniki, Jorgjica,
si e me sistemin nevror, mirë i tha, qa problemi ka? Jo se ti nxesh me njerë, me tuaj, kam di lajme ta. Një të mirë, një të keqe, ke do të parin. Normal e tha, është të parin me tuaj. Harjin me nusen, do ikin në Paris. Po mirë, tha, shigjirë, e qa kam të qmenem në gëzimi? Jo, ta, na lajmin e ditë, qa? Rokin ta do të mbajmë ne. Qfar? Të mbaj unë roki keni të harit e të nuset, këtu në shtëpi, sa do ikin? 10 ditë. 10 ditë të heq hatan e madhe unë dash në asë një mënyrë, nuk bëhet fjallë. Qa urdro? Bela e madhe, se keni është investim, jo vetëm që ta kesh dashuri, orë qenë kemi patur dhe në fshat. Po keni rinte në obor të shtëpis, ham aty, e përgëdeli, los me të kokaq, të vi keni të betë zotë shtëpie, duke qenë që janë vajza dhe djemë të rinjë në vend të bejnë fëmi, vetëm me merë qenin. Nejse, e morë me rokin në shtëpi, kishte betë patullxane për drek, turli, elpiniki. Mora një tullet, sepse lehte roki, te shikonte në sisi gjinaqar. Një të marra tullin e bukës, dishte ngren që i bënte. Ata nuk kaloi një orë, ha 2 orë diçka e tillë, sa kishin mbritur në Paris, direkt në telefon. Babi, si është roki? Dhe direkt roki në video. Ja i tash, sa i dash për të ngren? Qa ide? I dash unë i ngjeva tull buke nga tullia që beri mami. Mos, kriminel, qa ben babi? Pasur do zerë mulla i ta me lengë patlegjane, po qa t'jap? Po ke konserva ta, merë konserva babi të lutem, 3 konserva, dhe do të nxjerrësh 3 herë në ditë. Po 3 herë në ditë pse? Po se duhet të dali jashtë. Po ky dhe njëri t'ishte, nuk do viste 3 herë në ditë. Që ka këto budalla i kjetash? Po qenë është në fundit. Mos e përmend ta fjallin qenë. A ishtë biri jonë, imi dhe i nusës. E po tash të bejt, djali budalla, jo orgaq ma vria. Po kur të kap të zë, do të heqësh. S'ke qa ben. Natën që do shtriesha për të fjetur, nuk kaloj ati në ora 12 të natës, kur dëgjojën, diçka o me krevat. Unë grito dirak, hiri, hajduti. Jo, ishte roki. Mesuar që flinte me harin dhe me nusen, erdi u fut midis me dhe elpinikit. Elpinikit qa do bëjmë? Shto bëjmë ta që mos u bëfshim të bëhemi. Pas në një ore, më zgjon nga gjumi dhe me ullërima elpiniki. Qel besirta, këtu e gjetë ta besh? Qa të bera? Nuk e ndje në erën tjebere, po për kokën tende. Shne unë, thash, do këtë pjerdur roki. E merja e nëzirja 3 herë në ditë. Një ditë të logarisësh që 3 herë në ditë me një telefon nuk na shikoni fitirin. As mua as elpinikit. Kërkoni vetëm fitirin e rokut. Shpirti babit, zemre mamit. Tash u qmene fëmijët e elpinikit, po hajde të ashtim si të ashtim. Një ditë në me djalin celular më thot, babi si e ke programi pas dite. Po që program të kemi tash, unë në pension jam. Atëre ta do marrësh rokin ta dhe do shkosh të një shoku im ta, sepse ai ka një qenushe si roki dhe duhet që ta krikizojmë. Edhe mua më zgjodhe vetë të qojnë se do bëj seks roki, babi mos fol bullallike, sepse do lini klishe dhe do t'i marrin neve që t'i shmëndajmë ca mikve, po të kemi edhe në një tjetër. E mora shkova tek shoku djalit. Roki sapa atë femrën, nuk mbajti me, nuk dëgjonte se që thoshja. Roki hajde këtu, nuk këpirte për gjish i orgakin, se kështu të thoshte djali, foli gjishit, gjishun. Ta i do fillojmë tani ta, nuk ju nda asaj, qenushes. Dakor, po qenusha ishte kaq e madhe, roki jon kaq, si një qenë në lesh, nga to macet e vogla, nga to që rrotullohen. Po kaq, 2 kile qenë, kur i thua qenë, edhe maqok ti thuash, edhe fjen maqokun. Jepte dhe merte roki, rrotulla saj, ajo ishte e lartë, nuk bende do të gjë, s'bej, bende, hajda shumë, po ben mish, ben, do rin 4 orë këtu, e ke bezdime ta i, ta mbash kita, ta shtish, po qaj ta do bej, keni ta që këta po unë, po të lutem tani ta se nuk kemi dhe ko, e mora e ndimova, e di qa, ti kini shtëpita të marri, i thash nuk të marri një palë sandale të nikit, dhe ta hipi rokin e sandale, që ta arri atë, qeshja im ta mua, nuk është momenti për shaka se s'kam ko. Si ajo pun, u këthem në shtëpi, ra telefoni. Babi nesër na prit në Rinas, ne po këthemi. Dola në Rinas, sa e pan, unë di raste kam patur momente që janë qarë me lot. Kur i ka ushtar që u gjithfisi dhe kur u ktheva që u në gzimi. Edhe këta të mitë, kur ndan nga roki,
shperthie në lotë, si ku nga pondashin, si kur ikën për gjithmonë, dhe kur kthien një gëzim i shfrir, e merë rokin, shtrengo, pudh, gjani mamit, shpirti babit, të më thë babit ti, kemi edhe në gjumë dhe në ender me kedal, e merë e putë e nduk të ikën na unë nisëm drejt makinës. Atje u kujtuan që isha dhe unë. Babi tha kuje, këtu ku me lati tha, por kuptohet, bos është roki, unë jam qeni, ose shkurt si to muhabetit qenë bir qeni. Kështu vjen një moment, po të arrosh njeriu në të merresh me qeni, prandaj dhe ditë të them që duani njerëzit me shumë, pastaj qeni. Nuk kaloj se nga mërzitja ime e buri re. Djali tha babi po mërzite, ku në madhë të ta zgjidhin, nuk ta sjell me ti. Pas një javë më thot Elpiniqi, e more vesh? Qa? Hari ka marrë filipineze. Per qa? Per të mbajtur qenin. U që mendat i thash, të marrësh një filipineze per të mbajtur qenin, orë budallen jeni, po si to a i qenta, për ne është biri inë, shpirti inë. Dhe unë parashikojt që në 2030 po vutëm në Evropë si pas Edi Ramës, në Shqipëri do ketë 2 milion shqiptar, 4 milion filipineze dhe 1 milion e kusur qenë shtëpije. Foli qeni ti ma qene!